Mirëdita të gjithëve. Sipas kërkesës tuaj, po bëj një video shumë të shpejt ku mund të shpjegojmë diferencën midis çelësit, deviatorit dhe invertitorit, të gjithë të tre artikuj përdoren për ndezjen dhe fikjen e dhampës. Çelësi përdoret në rastet kur kena një pikë ndezje dhe fikje të dhampës, deviatorat përdoren në rastet kur kena më shumë se një pikë të rastit fikje dhe komandimit të dhampave ose të ndriçuesave. Invertitorët përdoren kur kemi më shumë se 2 pika për sa i përket komandimit të dhampës. Si ta njohim çelësin nga deviatori dhe nga invertitori? Çelësi ka një hyrje dhe një dalje dhe rrin në pozicionin që na e lam, domethënë nuk kthehet mbrapsht, nuk është pulsant. Deviatori ka një hyrje dhe 2 dalje. Ja, siç e shikojmë. Ka një hyrje dhe 2 dalje, ka 3 kontakte. Invertitori ka 2 hyrje dhe 2 dalje, ka 4 kontakte. Një përsëritje shumë të shpejtë. Çelësi shërben për ndezjen dhe fikjen nga një vend, nga një pikë, dhampe, do thënë vendosim një çelës, ky është simboli i çelësit, ky është simboli i tokëzimit, simboli i dhampës, ngjyra neutro, ngjyra blu, e gjelbër dhe e verdhë ngjyra e tokëzimit, faza si gri, e zezë ose kafe. Këto ngjyra i referojmë gjithmonë normativave italiane, normativave CEI 64-8, CEI dhe me thanë Komiteti Elektroteknik Italian. E njëjti rast nga 2 pika të ndryshme, kur dëna me komandu një dhampë nga 2 pika të ndryshme, përdorim 2 deviatora, ky është simboli i deviatorit. Faza hinke i pari, del për i parit me 2 tela, me 2 përcjellëse shkojnë ke deviatori tjetër, pastaj shkojnë ke dhampa. Ky këtu është kur kena rasti, kur dëna me komandu një dhampë nga 3 pika të ndryshme, vendosim 2 deviatora dhe 1 invertitor. Ky është simboli i deviatorit, ky është simboli i invertitorit, ky është simboli i çelësit. Kur kemi nevojë me komandu të njëjtën dhampë nga më shumë se 3 pika, atëherë vendosen disa invertitor, që është ky rasti këtu. Deviatori i pari, invertitor, disa invertitor sipas nevojave që kemi, dhe në fund një deviator. Nga deviatori në invertitor shkojmë me 2 përcjellëse, me 2 përcjellëse të tjerë nisim e shkojmë ke tjetri, me 2 përcjellëse nga ky shkojmë te tjetri, dhe në fund me deviatorin dhe mbyllim qarkun. Ky është një shpjegim shumë i shpejt për me ditë diferencën nga njëri te tjetri. Faleminderit shumë.